Skeçi i dashur për të gjithë shqiptarët vjen në Shkodër përmes një show premier që premton të çeshura pafund në Teatrin Migjeni. Në skenë gjiten aktorët e mirënjohur Visjan Ukcenaj dhe Akil Varfi, të cilët sillin për publikun shkodran shfaqjen Daja dhe Nipi, amaneti i Tylit. Premiera do të mbahet më 19 shkurt, ndërsa shfaqja do vijojë edhe në datat 20, 21 dhe 22 shkurt, duke e kthyer Teatrin Migjeni në shtëpinë e humorit për 4 netë radhazi. Sipas aktorit Visjan Ukcenaj, Daja dhe Nipi do dhurojë momente gazmore dhe të çeshura të pandërprera për publikun shkodran. Është një ndër numrat më të suksesshëm të humorit shqiptar vitet e fundit, i cili është finalizuar në një komedi, e cila përpos disa aktorëve nga Tirana, që janë edhe pjesë e Portokallisë, ka artistë të rinj dhe sigurisht artistën e merituar Drane Xhajt, që është pjesë e kësaj shfaqje, që është, si më thënë, ikona e Shkodrës, le të themi, është prezente këtë shfaqje. Kështu që kjo shfaqje ka çdo element artistik dhe profesional për ta parë shfaqjen dhe që njerëzit ta shijojnë shfaqjen. Aktori Marin Orhanasi shprehet se është një kënaqësi e veçantë të sjellësh komedi në një qytet ku humori është pjesë e identitetit, ndërsa Cubi Metkaj garanton 4 net plot energji dhe humor. E para punë, Teatri Migjeni është një nga teatrat e mia të preferuar. E dyta, jam me kolegët e mi dhe me kolegët tjerë, dhe është vërtet një kënaqësi e veçantë që sjellim një komedi në vendin ku humori është krejt i natyrshëm. Më pëlqen shumë ideja që do performojmë për rreth 4 net për Teatrin Migjeni, por mbi gjitha për publikun, sepse janë publik krejt i veçantë. Madje neve përpiqemi t'i përfshijmë ata brenda në komedi. Është një komedi shumë simpatike, e cila prek gjërat më të rëndësishme jetike të shqiptarëve, siç është fesa, siç është martesa, por këtu kemi vend edhe për të luajtur me keqkuptimet, ku janë 2 treva që mezi kuptohen me njëri tjetrin për shkak të gjuhësisë, keqnisht ose kërisht. Flas për personazhin tim. Unë luaj babain e vajzës, i cili është nga Qirokasta dhe sigurisht që shpeshherë nuk merret vesh me krushqinë. Publiku të Shkodran sigurisht që unë ftoj me shumë dashuri që të vinë edhe të shohin këtë komedi fantastike, të shkruar vërtet me shumë pasion nga Akili dhe Visjani, dhe unë vetë dhe pse jam kolege me ta, një jesë tashmë në skenë, jam surprizuar me vërtet nga i gjithë vepra. Nga ana tjetër sigurisht janë figurat fantastike, siç është Drane Xhajt dhe gjithë aktorët e tjerë të shfaqjes, krameje Marin Orhanasi, dhe unë ftoj publikun të vinë ta shijojnë sepse është vërtet fantastike. Edhe aktoria shkodrane Ketlin Pjalmi shprehet e bindur se publiku i Shkodrës do ta mirëpres ngrohtësisht këtë shfaqje. Pa diskutim që publiku shkodran nuk ka nevojë për ftesë vinë teatr. Teatri është vendi i kultit i publikut Shkodrës. Aq më tepër kur bëhet fjalë për aktor shkodran, por jo vetëm, sepse Shkodra din me mikprit, edhe fakti që kena dhe aktor jo shkodran e bën 2 fish mikpritjen e Shkodrës. Shfaqja është shumë interesante edhe uroj me gjithë zemër që vihet njët, ashtu siç është edhe në prova. Shumë organike, një punë shumë e mirë dhe një atmosferë shumë pozitive, që për ne si aktorë është shumë rëndësishme të transmetohet edhe te publiku. Në skenë do të interpretojnë Visjan Ukcenaj, Akil Varfi, Drane Xhajt, Cubi Metkaj, Marin Orhanasi, Fritz Selmani, Ketlin Pjalmi, Evis Moriçi dhe Gent Demolli. Show do të shoqërohet edhe me muzikë, ku do të performoj këngëtari Roland Çukaj dhe këngëtarët Bruno Revolt dhe Klodiana Vata. Biletat mund t'i gjeni çdo ditë pranë Teatrit Migjeni nga ora 11 deri në orën 15. Mos e humbisni këtë spektakël që premton humor, muzikë dhe argëtim për të gjithë.